Mënyrat e besueshme të njohjes së dijes së fshehtë. Për dijen e fshehtë dhe dijen e së ardhmes nuk ka asnjë rrugë tjetër të saktë përveç asaj që referohet burimit, Allahut të lartësuar. Për shembull, ne besojmë se Kurani famëlar është libri i Allahut të madhëruar, të cilin e zbriti në zemrën e pejgamberit të tij të fundit, Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe kjo është dije prej Allahut të madhëruar. Në Kuran ka lajmërime për të ardhmen dhe lajme për dijen e fshehtë, ka informacion për ato që do të ndodhin, kështu që ky informacion bëhet një burim i besueshëm dhe i sigurt, kurse mënyra e kuptimit të ajeteve është një hulumtim tjetër. Edhe ajo që u pasua te pejgamberët nga pejgamberët e tjerë, ajo që ka dëgjuar brezi i parë nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ajo që ne kemi mbërritur si nëpërmjet e Ehlibetit dhe ajo që është dëgjuar prej tyre, janë informacione të sigurta dhe të besueshme. Kjo është rruga e vetme që njeriu ka në dispozicion, vetëm këtu mund të mbështetet për të njohur të ardhmen sipas burimeve të sigurta, të vërteta dhe të besueshme dhe jo duke u mbështetur në imagjinata, në dyshime dhe iluzione. Kjo është ana më e rëndësishme, të cilën synoj, të cilës dua t'i referohem dhe ta analizoj. Ne dëshirojmë të përcaktojmë se si ta mësojmë, si të informohemi, cila është përgjegjësia jonë dhe si duhet i trajtojmë këto informacione që lidhen me të ardhmen dhe në mënyrë të veçantë ato që lidhen me fundin e kohës, me lajmet historike e të tjera si këto.